dy subjektet e tjera opozitare, nuk e di për çfarë arsye, nuk e di për çfarë kalkulime politike, është mirë që t'i bëjnë publike, por në këtë drejtim janë pajtuar, do thot, me intencën e Albin Kurtit politikisht për ta reduktuar gjithnjë më tepër peshën e aleancës për armërinë e Kosovës. Në fund fundit, në këtë drejtim lejoni të rikthehem një gjenealogji historike, në fund Albin Kurti sipas edhe siç e ka thënë ambasadori Hysaj, deputeti Gjerman, deputeti i Bundestagut Gjerman Josip Jarotovic ka deklaruar që në takimin që ka pasur me të është zotuar se do të angazhohet maksimalisht që ta nxjerrë krahun e luftës nga politika, por PDK-ja dhe LDK-ja me këtë vullnet do thotë të shkojnë pa aleancën për armërinë e Kosovës apo bëhen pjesë e këtij skenari të kahmotshëm të liderit televizjes vetëvendosjes që gjithnjë më tepër të harmonizohen politikisht kundër trashëgimisë së luftës. Këto dy subjekte politike e fatkeqësisht në këtë drejtim Partia Demokratike e Kosovës, e cila pretendon se është trashëgimtare e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me këtë veprim politik është pajtuar me këtë intencë politike të kahellshme të liderit televizjes vetëvendosje për ta reduktuar dhe minimizuar sa më shumë trashëgiminë historike të luftës në proceset politike.